Ai pagës pikturë, ta kam muzikë. Ai pikturë s'po. Faleminderit njërë për interesimin. Dhe qëtësia që nërse. Unë shfrytëzoj rastin që ju falenderoj mediumeve, i falenderoj të gjithë ato të cilët janë solidarizuar me ndodhinë e cila ndodhi. Shfrytëzoj rastin që në të njëjtën kohë që kërkoj ndjes shumë njerëzve të cilët kanë pasur dëshirën që të më takojnë, por që kanë qenë e pamundur që t'i takoj, dhe t'i falenderoj që në këto situata kanë qenë afër me ne. Në lidhje me ndodhin që ndodhi, vlerësoj që ishte gjithçka që ne kemi bërë si subjekt politik, unë si lideri kësaj partije, jemi munduar që nevojat e shqiptarëve ti artikulojmë politikisht. Dhe prandaj, ndodhia që ndodhi më 27 prill, ishte atentat ndaj nevojave të cilës shqiptarët i kanë këtu në Maqedoni. Ishte atentat ndaj artikulimit politik të këtyre nevojave që ne si Lëvizje për Reforma i kemi bërë gjatë gjithë kësaj periudhe. Ne na vranë më 27 prill. Dhe ne u ringjallëm përsëri më 27 prill, dhe ne do të vazhdojmë që nevojat e shqiptarëve këtu në Maqedoni t'i artikulojmë politikisht akoma më fuqishëm. Ju falenderoj.